Bojën, Nikol Gjufkën, Dorina Memën, Enida Bozhegun, dhe ndoshta mund të lidhemi dhe me Erion Mustafaraj nga Amerikën, nëse bështë e mundur, më thoni, nëse nuk është e mundur, më thoni përsëri, ma shkruani. Tani, folëm për pseo dot, folëm për pseo dhe përgjithësi, dhe mendoj që këtë nën temë, se kanë darë në 4 nën tema, temë për shembull, ne pam që Qesti, Bremeri dhe një mesazh nga një familjar, thot, zhejt lutem më korrekt me Gjestin, unë du fort bile shumë simpatik, s'ka mas gjë. Më shumë se kaq s'di që them korrektesa ime, por Gjesti thot, nuk ndjej asgjë për ty. Nga ana tjetër, këta bëjnë dhe një martesë. Fej, është një teatr dhe është në nivelet e pranueshme të teatrit, Ines? Po tani, këto martesat janë, si të thuash, pjesë e show. Pjesë e show. Po, por në këtë rast unë mendoj që mund të ketë qenë e krijuar nga produksioni, për të ulur pak gjakrat, sepse situata ishte shumë e acaruar me, të mos e themi më, goditjen dhe doni një edhe qetësi për publikun, se ka nevojë dhe publiku të qetësohet, të mos i marrë ato grushtat kështu. Mendoj që mund të ketë qenë një gjë e stisur edhe nga vetë produksioni. Rikthimi i Gjestit që filloj të thoshte që tani kam filluar me të ndjej për ty, sillet për ty, mori madhe për ty. Është pjesë e lojës apo është pjesë ndjenja ai zemër. Her pas here mund të shiko. Ai ideal ka gati më shumë. Ka një puthje, kush ajo puthja, ma e pakat puthje. Kishte një puthje shumë një ideal i ri është ai, ne folëm pak më para për super puthje pa para. Unë mendoj që ai është i pa, ai ja ka thënë nga fillimi deri në fund që por është i luhatur në ato gjërat e veta. Njerë ndjet mirë me të, njerë pasaj... Po mirë, është edhe i vogël djali, mos e frustroni shumë. Jo, po në krahasim ato më i vogël është ai. Kemi të vogël djali. I ke të gjithë moshën më të madhe. Është më i vogël se Egli? Po Egli është 28 vjeç, më duket, në mos gabofsha. Po Egli është 28 vjeç. Është më e madhe, pasaj... është më shumë i izoluar Gjesti. Turi, është më shumë i izoluar Gjesti. Ja, këtë puthi që kam kratë marrë. Në fakt, mua më ka ardhur keq për Eglin. Edhe mua më ka ardhur. Kur e shikoja me ato skenat. Por nuk po më vjen më, nuk e di pse. Jo, po s'ka pse të vi keq, ajo s'është aty për të ardhur keq. Ajo në një farë forme, asaj dëgjova mundësia ka pasur momente shumë të sikletshme si një femër, si një vajzë. Po njeriu mendon, logjikon përpara se të thotë. Sepse ajo e do. Bravo, ja për këtë punë, si ça punë fuqishme. Unë jam e bindur që ajo e do probleme luhatje emocionale që pra, domethënë nuk mund të jetë ajo dhe doli dhe hyri. Pra doli e pa situatën. Ti e që shkapelen dhe e ka bërë dhe publik edhe për këtë është për të vërtetuar. Okej, ja, shive. Është një puthje, tani është teatrale kjo puthje? Unë gjithmonë kam thënë Okej, në rregull, ja, shive. Po. Unë gjithmonë kam thënë jetën time që një puthje edhe ta ndryshon jetën. Po, një puthje ta ndryshon, edhe unë jam dakord me ty, një puthje ta ndryshon jetën. Ta ndryshon jetën, po nuk më duket e rastësishme. Po dhe ta shkatron jetën, një puthje. Dështoja unë. Po, edhe ta shkatron jetën, e drejt. Në Luvoja, pa pëse, Monika, ne mu po flasim për një puthje që të shkatron jetën, ose të ndryshon jetën. Po jo, Inisa thot, është një puthje që të ndryshon jetën. Mu thëmë që dhe uam për shumë një puthje mund të ketë shkatruar jetën. Jam dakord, jam shumë dakord. Puthja mund të bëhet për shumë një tregim që të shkruat, që të ketë titullin puthje e gabuar? Po, ja, pas 2 ditësh ato e patëm puthje të gabuar. Arturi, po më dukesh si chat GDP-a. E gjen gjithmonë një titull. Puthje e gabuar. Pra pas 2 ditësh u pa që ajo ishte një puthje e gabuar, të paktën me sa mora vesh unë hoqëm. Mos ma vidi si titull, thëse mund të bëjt diska, një puthje e gabuar. Shumë darka e gabuar, puthje e gabuar. Puthje e gabuar. Shumë intrigë e madhe. Po, intrigë. Po mund t'jetë puthja e fundit. Mund t'jetë puthja e judës, o. No, të se një, ajo është dhënë. Puthja e parë, nuk e themi dosta. Jo, gjithmon ka një puthje jude. Ka gjithmon një judë që të puth dhe ta fut. Në këtë botë, në jetë, ka gjithmon një judë? Ka, po, këtu të putha ne... S'di sa them për tepër, unë. Po s'ki që të thuash, po që të thuash. Ti, për shumë, ti ke patur në jenë një puthje që gabuar. Një judë në jetën tënde? Duke se po shkruajmë një tekst për teatr.
nga Ka Juve. marrë ballim, ka marrë ballim. Pra pa e shofu, që për fillove ti e shof që pa e ngjarjen, po e Sa ngjarjen. mirë ndjem me ju, ndjem kaq mirë sa se keni. Po e ngjarjen, e Është një shof. që bukur, si që se du të dhoma rrëfimit tim. Më duket se do e qështër nga politika. Jo, mos. Ja, ma, atë se ish, po këto e bën për qef. Edhe duhet ta bësh. Se i mungon teatrit Problemi është një që penë e mirë. në gjithë botën e ndeshme oksidentale, merresh me art të vërtet, fiton dhe lek të vërteta. Në vendet e pazhvilluara si që është akoma vendi jo, politika I ka Ke shkruar në një pjesë? Ke aty në sirtarin tënd ëndra që janë aty? Jo, s'kam ëndra, kam realitete që Po jo, që I ke po që se ke nxirr sepse s'ka ardhur realiteti teatrit ton. Po pa... Sa bukur që ja the përgjigje? Realitete që flet gjumë. Një tjetër. Po teatri është ndërtu teatri kombëtar? Do të plotësoj kriteret për që njëftuar ke podcast të djarë. Është në ndërtim. Në ndërtim, në ndërtim. Luin aty të turbinat është. Po. Zbët laf. Kam, më në ja. Kam, po problemi është që kam nevoj për një dashuri artistike. E po, do kesh pa kohë për Je këtë bërë shumë dashuri. romantik sot. Do një dashuri artistike që ta zgjoj bukuroshen e fjetur. Ka gjithmonë një bukuroshe të fjetur që fle, dhe që s'dela nga syrtari. Pas edhe bëhet, për shumë, fond që Leon Tolstoi, kur... Po e bërë në vitet 2025 do të dali burë. Ja, qo. Dali bukuroshi fjetur. Mos dali bukuroshi, Jo, kishe fond që Leon Tolstoi, kur përshkruan të hedhe në Ana Kareninës në shinat e trenit, do thonë unë mbyll 2 ditë, 3 ditë dhe qante, sepse I vdi qana. Pra ka një lidhje. Për këtë lloj dashurie kisha fjalën unë, që duat të dashuroj atë personazhin në mënyrë që pasi duhet njëu me fatë se ke se ke. Me kohë Ja, pra janë këto biseda që I mungojnë këtij realiteti. I mungojnë. Duhet ta shkruaj dhe ta Nuk ka, po nuk ka. Sa e kishe një Ana Një Karenina. varfëri shumë e madhe, kur mendon se si dashur pa dashur. E di zonja Bovari, ishte diku një zonja Bovari. Ka një zonjë Bovari që... Pash Marina Vjollcën, ditën e diel kishte çuar vajzën tek Teatri Kukullave dhe ishte aktivizuar Teatri Kukullave. Jo, Teatri Kukullave ka qenë. Jo, tani mos japim keq informime. Unë kam qenë titullare ati institucioni. Ka qenë gjithmonë një teatr kukullash dhe fillonte të shtunë, të diel, dhe gjatë gjithë javës ato artistë japin shfaqje se shkojnë kopshtet e promovojnë. Shkojnë kopshtet, shkojnë klasat e para, do më thënë është plot. Salla ka qenë plot. Duhet se jo mos për fëmijët. Pa tjetër. Dhe për të rritur argëtim, se vetëm një argëtim ka ngelur Big Brother. Unë për shembull do desha që fëmijët të kishin një teatr të madh. Një teatr me shumë vende, një teatr që të kishin regjizor të mirë. Si të duk ty kjo puthje? Puthje bukur shumë. Flasim pak për puthjen. Puthje, si kjo s'kisha pa në i herë. Po t'i kisha unë këto qift, për shumë t'i kurorzoja unë do isha ndjerë një klerik shumë I lumtur aty gjitha... Gjitha pak atë puthje. Gjitha jo energji. Gjitha energji, gjitha I pathos, gjitha... Është energjia, është momenti, shumë gjëra. Edhe Laerti, Çdo të thot pathos. Edhe Laerti, një minutë lutem, edhe Laerti që e shoqëron, e shoqëron shumë, e luan... Nuk shoqëron puthje, shoqëron Jo, shoqëron atë, shoqëron Negdi, Ishte Daja. Nusën. Ishte Daja, se kështu I ka thënë ajo, ti e Daja. Mos din nga puthja. Po pra, Jo, nuk dola nga puthja, thash edhe Laerti që e shoqëron shumë bukur, e shoqëron shumë bukur. Mu më duket falso, kjo, po megjithatë njerëzit kishin nevojë të shikoshin një skenë të këndshme që njerëzit të kërceshin, të luanin, të argëtohenin, po megjithatë nuk është mirë të lozim me martesën. Mua më pëlqen Ledioni aty, se po e shijon Ledioni, I veshur martesa shumë bukur. është shumë e shenjtë. Shumë fisnik. Ledioni është në vendin tënd aty. Ledioni është në vendin tim, po. Se duket atë, kjo martesa ka vlerë legale? Absolutisht, jo është totalisht skenike. Mos ma thuaj, sigur nuk e di. Absolutisht martesë Po bëj sikur nuk e di. Nuk është para një zyrtari. Pra nuk quhen njerëz të martuar këta, nuk quhen të... Juridikisht, jo, absolutisht. Juridikisht është thjesht një gjë e bukur për
Ajo, e thatë dikush, Thashë e kërkon tha që e publiku, kërkon është thjesht publiku, publiku. ndoshta edhe për këtë qift që është pak atipik bëjnë nga gjithë qift qiftet vetëm që për kanë qenë publikun, aty jo se brenda, ndjen. është shumë Pa dhe mund të ndjenë atë, se të shetë se dim 100%. Dhe bën një gjë të bukur të këndshme, rifutën dhe personazhet e tjerë që kanë qenë në këto muaj, pra një gjë e lezetshme. Po juridikisht, pas ngatrojmë tani konceptin juridik, ligjit, seriozitetin e ligjit me. Duhet ka njerëz që dhe ngatrojnë, mos u habit, në këtë qytetrimet, T'ja sqarojmë një herë për gjithmonë, nuk ka vlerë juridike, nuk janë martuar. Ka dalë fjala se ka qenë njëre martuar, për shumë martu ke bigu, po? Sepse martesat për shumë në Las Vegas, mund të martohesh kur të duash. Jo, një sekondë, është kush të marton? Jo, po flasim për subjektin që të marton. Ledioni nuk e din që t'jetë bërë akoma zëvendësuesi kryetarit bashkisë apo një funksionarit të mini bashkive. Kur të bëhet, nuk i uroj fatin. Ose një prift për shumë që marton. Prifti. Nuk është bërë as prift. Kështu që Ledioni aty është... Ka interpreton një rol. Më thashtë do në martohesh e Laerti, po jo, nuk u martohesh. Me këtë martohe Laerti. Me atë që... Me atë që doli, me Valbonën. Me Valbonën, po. Me ndova që do ta... dashurit vërtet ata, se dhe muon... Fare. As ata? Lidhje nuk ishin fare. As ata? Unë kam përshtypjen që në fillim, Laerti e ka pëlqyer. Rrugës që njoj, unë thash, se një mirë si duhet. Nuk e një mirë Laertin fare. Por, për karakteristikat fizike, pa dyshim që... Bashkojnë dhe mund të keni të drejtë dhe absolutisht. Unë mendoj që fillimisht ajo e të roqi, pasaj rrugës duke e par që ishte Nata me Ditën me të. Ky është mendimi im, mund të keni të drejtë. Kush ishte Dita? Mendimet që si ishim bashkë, asgjë kundi. Sa Nata dhe Dita mundaj o... Tani edhe Ditën gjithmonë do vej një femër o Titurin, do vej... Turi, çdo javë duam të jemi këtu. Po pa tjetër... Po një femër do vej o Turi, qa do vej? Do vej Laertin Ditën. Po një femër do t'ja japim, është femër. Laerti t'i dhe mendimin, Natën, atë që është edhe thellësia... Një qamë kam betur nga Valbona mua, një shpreje, Laerti është Laerti. Te po, aty e ka... Dhe po të shikosh, janë dy vete që e duan Laertin, edhe Gjestin po të shikosh, her pas here thot, unë do t'a dëgjoj se është profesor. Dhe kjo është një gjë që e bën Gjestin, që e di dhe e ka kuptuar gjatë gjithë lojës se kush është njeriu i zgjuar, njeriu intelektual, njeriu që ka lexuar pafund, që ka një kulturë të jashtëzakonshme. Po për Ozanën çfarë mendon? Më fal që të pyese, po marr rolin e zhej. Ta marrësh patjetër. Unë këtu kisha Ozana tani sigurisht që është një vajzë që di të përballet shumë mirë, është një lojtare e fortë, e ka treguar me uljet dhe ngritjet e saj. Ka pas dhe ajo problemet e veta, por në fund fare ka pas debate të mërësisht të fuqishme që i ka rezultat. Mishela, jemi gati sepse unë duat t'i propozoj atë Nikolës që të vi pak në vëndin tim se më bekon dhe këtë vëndin. Ka pas debate dhe nuk mund të thuash që ajo... A Nikol, do vish pak të këon? Të lutem? Po, më patjetër. Të ndrohemi pak të do të ri. Tani unë e di që ju jeni pjesa e... Jo me se do, sinqerisht, se një bërë asë njerë. Këtë vënd se kam bërë asë njeri ju. As kujt. Asë njerë, po me që jemi për para... Unë këtu, në më punë e ma të kushtë ti. 3 minuta. 3 minuta. Dhe me që bëjë ti pytjet. Oke. Shumë mirë, është. Po, atë, mere... Unë mendova që... Mere timonin në do. Është timon i math, kjo është timon kamionis. I ketë duar mjaftushëm të mëdha për ta kapurat. Në telefonin se letë. Po, tani drejto pytjet ke 5-6 minuta. Pytjet si... Me shumë vëmendje. Me shumë vëmendje. Mund më drejtosh pytjet e more, po së rasti. Tani ju jeni atë. Hajde atë Nikola, hajde tani jam i pak alegri këti emisioni. Se kam ata... Bëne qanti atë. Ana Karenina. Edhe dukeni shumë bukur këtu, sidomos të dyja i nisa me Monikën. Me Monikën duken shumë bukur. Ke një pyetje tjetër, se natën dhe ditën e zauroj zhe. Kush është nata dhe kush është dita? Po dita dje djelli, ja, bi kokën time. Ilnisa thot pasaj bjonde. Nata? Varet edhe nga mua nata pëlqen të drejtën. Por nuk është e keqe nata. Se duhet ta... Nata ka gjërë shumë të bukra. Të duket kolaj të të Jo, nuk është fare kolaj. Se duhet ta marrë. Natën ka gjëra njeriu të mrekullueshme me këngën Nata. Se ditën nga njerë njeriu shkon aty te puna e përditshme, ndërsa te Nata vjen ka një... A bukëthat.
Jo, nuk ju mbaj do t'jeni shumë të vështira për të mbajtur. Të dyjave? Apo të Jo, katërtave? drejtoju njërës, për shumë në qofë se i drejtojsh Nipni pak qilla, më këshilloni pak, se ju Në qofë se jeni... më drejton mua, unë do të kthej përgjigje. është e vështirë kjo. Kjo është e bukra. Kjo është e bukra. Me shumë përulsi. Mund të vish t'ulesh këtu. Jo, ke dhe 3-4 minuta. Sepse është Është shumë e bukur. është pozitë, është pozitë e vështirë që... Po se, si o falë, ti kur je aty në kishën tënde, ti atyri dreton delet e tua. Delet e Supozojmë që ne nuk kemi dele, po për shembull, këto vajzat e bukura janë kështu kaproj të bukur. Sorkade. Drenusha. Sorkade. Se, ç'sa të bukur që janë? Shumë të bukura janë. Njëra më e bukur nga tjetra. Sigurisht, drenushat nuk janë të Njëra si bindura shkojnë nga mbrapa, nga bariu i Perëndis, por janë të bukura. Qysa blogere. Zoti është treguar bujar me këto vajzë, ka bërë shumë të bukura. Se unë t'i kishe bërë... Po mirë, fillo. ka dhe... Kjo është kështu fillon. Shiko, ka të bukura, po ka dhe shumë të bukura. E bukra s'ka asnjëherë fund. Po. Se cila në moshën e saj, për shumë zonja që e tregoj moshën shparë, për moshën që ke, për shumë dukesh, shumë simpatike dhe nuk tregon. Faleminderit. Është mrekullim, jo simpatike, kjo është mrekulli. Me ato syçkat e saj të bukura. Mirë, tash ti nuk thash që ti bëjmë qefin kaj shumë, po pak. Jo, unë e ndjeva. A, e ndjeve. Kush e fiton bigun për ty atë? Shiko, për mendimin tim duhet ta fitoj Dita. Bukur. Pra, Bukur, Dita. Për mendimin tim. Kush është Dita? Një femër. Pse mos ta fitoj një femër? Do doja. Dita për mua është Laerci. Është një njeri intelektual, inteligjent, besimtar, familjar, patriot, pra i ka të gjitha të mirat, që mund të ketë një njeri për ta fituar atë lloj programi. Po Nata kush është? Nata, të gjithë të tjerët që kanë ngelur janë errësirë, besoj unë. Pastaj Laerti do ta fitoj patjetër sepse shkuam atje, bekuam. Laerti. A u tundove të flisje atje? Domethënë, çfarë ndjesi e pate? Çfarë kisha për të thënë e thash, pavarësisht se më thanë mos fola atë, po më fola. Çfarë emocione është dhe ajo shtëpi? Se diskutuam pak shumë negative, emocione negative. Po, shumë emocione negative, nuk kur dola jashtë, mu duk sikur kisha një muj që rria aty brenda. Çfarë thua? Po. Ka ishte shpejt kishe atë temporikë? Shumë energji negative edhe shumë energji e ngjeshur me njëri tjetrin, shumë konflikte, vetëm konflikte, nuk qeshnin. Dhe sa dhe ishte e bukur se sa... Po ti vajte në një moment atë kur ata ishin të ngrirë. Jo, nuk ishin të ngrirë, ata kishin... Nuk duhet të komunikonin. Po, nuk duhet të komunikonin. Gjithë komunikuan, folën, dy. Do më thënë atë, ti shikon Laertin fitus, po të tjerët? I dyti, treti, katërti. Rozana vjen e dyta, të tjerët jo, pastaj nuk mos i llogarit fare. Jessica për dalë dyti, Rozana e treta. Çifti pastaj jo, sepse se meritojnë, nuk e meritojnë. Shiko, aty duhet të japësh diçka mendoj unë. Tash do ta shija në një këndvështrim për pozitiv, edhe mosha e ka ndihmuar padyshim, edhe eksperjenca teatrale, njohuri dhe të gjitha. Laerti ka mbajtur një pozicion realisht është munduar të ruaj ekuilibrat brenda vetes. Brenda vetes, jo me të tjerët. Jam habitur. Unë jam habitur. Ai njohu dhe veten e tij. Se si ka qenë. Të lutem, ka mundësi mos na ndërpresësh? Po flas unë. Të lutem, mos na ndërprit. Gjej kujdes mikrofon. Mendoj që Laerti ka qenë uli mikrofonin dhe kjo e bëri që e ka frenuar në lojë, se në fund fare ne dim të gjithë këtu që Laerti është jashtëzakonisht i kulturuar, i ka gjitha ato përmasat e një njeriut që ka një zhvillim, një artikulim, një gjitha, por në fund fare ne në lojën e Big Brotherit shkohet për të luajtur. Se cili loz me karakterin dhe brenda rolit të ti, brenda vetes, nuk loz me kamerën. Jam në një mendimin me juve që të themi, aj se duhet të fitoj intelekti e gjëra tjera. Por Bigu na i thyn këto rregullat. Pyetja është a luan dot apo Monika, se ti vetë që... Dhe nuk, Laerti për mua nuk ka luajtur. Çka bër Laerti?
Se Lerti ishe një model dhe një model atje. Debate të dorës së dytë. Po jo se ka qenë solli ndonjë histori të vetëm, solli ndonjë ngjarje të vetëm. E lexova artikullin e Viktor Zhustit? Jo, nuk e kam lexuar. Lezoja. Pastaj jep një mendim të... Po pse duhet të lexoj një artikull kur unë kam parë një lojë? Po sepse Viktor Zhusti është një nga miqtë. Se kam parë lojën, tash i kam parë një lojë. Mo gënjes. Unë do të rishem për shembull, të betojmë tani po flas seriozisht. Do të rishesh deri tani nuk ka fort seriozisht. Jo, në këtë moment me që më the ashtu, unë nëse do kem një miken time shumë të ngushtë, nuk do dilja të komentoja. Realisht. Jo, nuk do dilja të komentoja se do më përfshinte gjëja që kam unë me të. Oke, tani së momenti... Ndosha mos isha e drejt me të tjerë. Tani së momenti që do të thuash publicitet dhe ndërën vëndet. Po, pa tjetër. Pas gjithë kësaj... Po? Bisede, publicitet.